Përshëndetje të gjithëve, ja ku takohemi sërish në Weekend Lovers për të ndalur sot tek një temë që na prek të gjithëve. Kemi kaluar një fundvit ku besoj të gjithë e ndjejmë pak atë presionin e festave të fundvitit, grumbullimi i shumë punëve, i dhuratave, shumë çka tjetër, për t'i lënë vendin një muaj të parë të vitit të ri, ku vjen pak më i qetë, më i ngadalshëm, sikur merret çdo gjë shtruar, por stresi akumulohet, madje e hëna e tretë e çdo janari quhet Blue Monday për shkak të shumë gjërave që akumulohen pas një muaji me shumë presion siç ishte dhjetori. Dhe do doja të shtroja një pyetje, nëse do të na ndihmonte yoga për ta zbutur pak të gjithë këtë plogështin që na karakterizon gjatë muajit janar. Dhe në një botë ku ritmi i jetës është gjithmonë më i shpejtë, stresi, ankthi shpesh mbizotrojnë, një praktikë e lartë si yoga ka fuqinë të sjellë paqe dhe balancë, si në trup ashtu edhe në mendje, të paktën këtë thot trajneri i jogës Alban Muçaj, që sot e kemi në studio dhe është kënaqësi të ndajmë disa minuta bashkë. Alban, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, në fakt e kemi planifikuar prej kohësh një intervistë bashkë, por për shkak të trajnimeve, angazhimeve të shumta që Albani ka, sot më në fund gjenti kohën tjetë me ne. Do të mundohemi pak të hyjmë thellë në botën transformuese të kësaj praktike. Alban, çfarë është yoga dhe a është e vërtetë që janari na streson të gjithë? A mundet që yoga ta riparojë mendjen në mënyrën e duhur? Atëherë, fjala çfarë është yoga? Yoga është diçka shumë e madhe dhe punon me njeriu në të gjitha nivelet. Nuk ka aspekt të jetës që yoga nuk hyn. E dyta, nëse ti praktikon yoga, fillon të kuptosh që nuk ka as janar as dhjetor, nuk ka ndryshim. Okej. Je në një gjendje festive gjatë gjithë vitit dhe shijon çdo moment. Do të thot, gjithashtu, në lidhje me festat kanë një orientim kohët e fundit drejt njerëzit drejt shopping, po ideja është se këto festa është çështje marketingu e gjitha. Është çështje marketingu. Unë do të thoja që ti shijoni këto festa, mund t'i japim një orientim ndryshe, një orientim pak më familjar ose më të ngrohtë, më inkluziv. Pra njerëzit të kalojnë më shumë momente me njëri tjetrin për arsye se marrin disa ditë pushime dhe të kalojnë disa momente cilësore. Sepse sipas filozofisë, jogës dhe spiritualitetit, ajo që ti përjeton, ti jeta jote nuk varet se sa miliona ke ti në bank, po varet se sa e thellësh eksperienca jote në momentin aktual. A profoundness of experience. Domethënë si e përjeton ti jetën tënde, në çfarë niveli dhe në çfarë thellësie, ajo definiton cilësinë e jetës tënde. Pra lidhja, connectioni me njerëzit, momentet magjike që ne, jo dhuratat e mëdhaja, jo pushimet, jo Po dëgjoj, se ti thua që nuk kanë lidhje të ardhurat, por koncepti Blue Monday që e përmenda pak më parë, që është hëna e tretë e janarit, lidhet pikërisht me të ardhurat, në pjesën më të madhe, sepse janë reduktuar të ardhurat nga dhuratat e shumta të bëra në fundvit, edhe këtu e përjetojnë keq njerëzit. E kuptoj, por të ardhurat, domethënë kjo është një ngjitje dhe një zbritje e realitetit ton. Ka ditë që ne kemi më shumë të ardhura, ka ditë që nuk kemi të ardhura. Ajo që doja të thoja është se pavarësisht sa të ardhura ke apo jo, ti lidhu me njerëzit, me momentin, me veten tënde në atë moment dhe shijoje ose përkushtohu tek ajo që bën dhe puna që bën, që të ketë eksperienca jote të jetë më e thellë. Nuk po them që të ardhurat nuk kanë rëndësi, por përfshirja është e rëndësishme. Domethënë ajo për te festat e kisha fjalën që njerëzit sugjeroj që të përfshihen më shumë se sa të shpenzojnë më shumë. Kjo është ideja që ne të... Po, në çfarë mënyre një fillestar mund të arrijë kjo lloj përfshirje që thua ti? Tek ky lloj përjetimi që thua ti? Atëherë, yoga fillon me trupin fizik. Fillojmë punojmë sepse trupin fizik e kemi lënë më njan
jemi bërë një qëndje mekanike që mendojmë dhe kujtojmë sikur ajo që mendojmë është gjithë realiteti dhe jetojmë më shumë në mendje se sa në realitet. Si fillim yoga zgjon trupin e njeriut, e bën të shëndetshëm, e bën atletik, e bën të fortë, rezistencë, që ti rezistojë që mos të sëmuret, dhe faza e dytë ti fillon bëhesh i vetëdijshëm për trupin tënd. Fillon bëhesh i vetëdijshëm për sens, për ndjenjat, për shqisat. Çdo lloj gjëje që ti fillon kupton që ka një botë tjetër përtej asaj që ti mendon. Dhe akoma dhe mendimi jot fillon të ndryshojë, ti filloni e drejton mendimin tënd, mendimi bëhet akoma më i fuqishëm. Do të thotë që ti fillon zgjon disa pjesë të vetes tënde që nuk e di që kanë ekzistuar deri dikur. A mundet që një njeri që ka 1 milion hallë mbrapa, siç na ndodh të gjithëve për hir të vërtetës, sepse jeta kështu është e vrullshme, sidomos në një qytet si Tirana, deri diku edhe kaotike. A mundet që ti lër të gjitha këto mbrapa, pa menduar për to dhe të arrit të kap këtë gjendje që të fal yoga? Sa e vështirë është të hysh në këtë gjendje? Fakti që ti stresohesh, dhe ti mendon 100 hallet nuk do të zgjidhë hallet. Në mendjen tënde, po. Nuk ti do të zgjidhë hallet, ti shton një hall më tepër. Sepse ti do sëmurësh veten tënde, sepse 90% të sëmundjeve janë të shkaktuara nga stresi dhe nga ankthi. Që do të thotë që plus halleve që ke, ti do shtosh hallin kryesor dhe gjitha këto hallet që ke nuk do jenë më halle, se do kesh vetëm një hall, do kesh hallin e shëndetit tënd. Kështu që çdo gjë fillon nga ne, nga shëndeti jonë. Nëse ne kemi një mendje të kthjellët, një trup të shëndetshëm, çdo lloj sfide në jetën tonë që mund të vi, ne ja dalim ban. Por nëse ne nuk kemi as balans, jemi të rënduar dhe nuk dim të menaxhojmë mendimet, emocionet, e gjitha këto bëhen bumerang dhe na kthehen kundër, atëherë ne i shkaktojmë probleme vetes tonë. Yoga vjen dhe thotë që ti lidhu me momentin aktual, sepse momenti aktual nuk është thjesht ai momenti që ti do përjetosh, është edhe momenti që do krijojë të ardhmen. Pra nëpërmjet të tashmes, ne krijojmë dhe tërheqim nëpërmjet ligjeve universale atë të ardhme që ne përjetojmë në momentin aktual. Supozojmë, unë jam i mërzitur dhe mendoj që më kam bërë padrejtësi. Dhe kam 100 akuza për X person apo për X shoqëri. Çfarë bëj unë në këtë moment? Unë përveç problemit që i shkaktoj vetes time, unë futem në një rezonancë negative dhe tërheq këto lloj situata nëpërmjet ligjit të tërheqjes dhe ligjit të rezonancës. Rezonoj me atë lloj energjie dhe situatat në vend të zvoglohen, ato do shtohen, do zmadhohen, sepse universi nuk punon, nuk funksionon nëpërmjet moraleve apo dëshirave. Ti mund të duash 100 gjëra të mira, por nëse ti ke ndjenja negative dhe mendon negativisht, ti do të tërheqësh ato të dytat. Dhe besoj shumë tek energjia për hir të vërtetës. Universi ka ligje, funksionon nëpërmjet ligjeve. Do thuash ti, domthonjë një pyetje, pse njerëzit mirë ndodhin gjëra të këqija? Është një pyetje që thotë, sidomos shqiptarët e shtrojnë shumë herë këtë pyetje. Sepse ti krijon stres, ankth, fajson veten, fajson të tjerët dhe nuk e pranon veten ashtu si je. Dhe çfarë bën universi? Ti jep atë që ti pasqyron. Ti mund të jesh njeriu më i mirë, por nëse ti je brenda në zymtësi, atëherë universi do t'japi atë që ti rezonon. Po mirë, sepse njeriu ka gjendje për gjatë gjithë kohës dhe nuk mund të jetë gjatë gjithë kohës i tillë. Unë nuk jam në atë gjendje, unë nuk po them se kam arritur perfekcion, unë po tregoj mënyrën. Të gjithë zhytemi në atë lloj gjendjeje, po çështja është të dalim sa më herët, sa më parë. Se ka momente ulje, ngritje, të arrim të kuptojmë, pra çfarë do të thotë kjo? Të arrim të kuptojmë, të arrim të vrojtojmë mendjen tonë. Çfarë bën mendja jon? Ku është futur? Në çfarë almi? Çfarë frekuencash? Në momentin që ne kuptojmë që mendja jon nuk po punon për ne, po punon kundër nesh, duhet ta ndalojmë menjëherë atë dhe të futemi në një frekuencë tjetër. Sepse ne
jemi lidhur drejt për drejt me Zotin atë moment dhe Zoti fjalorin e ka shumë të limituar, ka vetëm po. Ti thua kështu, ai thot po, në rregull. Ashtu është, si thua ti. Kështu që në radhë parë duhet të pranojmë veten tonë në atë fazë evolimit ku ndodhemi. Domethënë, leri dashuri është fjalë e madhe, ta duam veten. Unë do të thoja ta pranojmë veten në radhë të parë, ashtu si jemi me ato programime që kemi dhe me ato bindje që kemi. Por ne duhet të kemi atë syrin e shkencëtarit që të fillojmë të introspektojmë brenda vetes tonë, të fillojmë të kuptojmë këto programimet, këto bindjet, sepse këto na çojnë gjithmonë nëpër veprime, mendime dhe ndjenja që na sjellin situata që ndoshta nuk na pëlqejnë. Nëse duam të ndryshojmë diçka në jetën tonë, duhet fillojmë të vërejtojmë mendjen tonë, veten tonë si reagojmë. Të punojmë shumë. Duke u njohur me veten, ne fillojmë njohim edhe të tjerët dhe njohim si funksionon kjo gjëja, realiteti që ne jetojmë. Sa rëndësi kanë njerëzit që të rrethojnë në jetën tënde për të mos tërhequr këto energji negative? Ka dy aspekte. Njerëzit që na rrethojnë shpesh herë janë mësuesi tanë, sepse universi na sjell njerëzit pranë në momentin aktual kur ne rezonojmë për të na dhënë një mësim që ne, sidomos njerëzit që na sjellin situata të vështira. Do të thotë që ti nuk e marr një mësim dhe ti po e mëson atë mësimin nëpërmjet ti njeriu, ti po merr një mësim. Dhe në radhë të parë para se të shikosh jashtë, ti të shikoj një herë brenda, çfarë është ai programimi që e ndjell këtë gjën, të sjelljen e këtij personi. Çfarë është ajo brenda që aktivizohet te ty, që ndikon në rezonimin e jashtëm. Pra njerëzit që na rrethojnë, kjo është faza e parë. E dyta është njerëzit që na rrethojnë na ndikojnë gjithashtu. Na ndikojnë në sjelljen tonë, nëse ne duam të ndryshojmë diçka në jetën tonë. Në radhë parë duhet të shikojmë me njerëzit që rrethohemi. Këta njerëz që na rrethojnë, rezonojnë me dëshirat që ne, me atë versionin ton që ne duam të bëhemi. A rezonojnë këta persona? Nëse nuk rezonojnë, atëherë ne duhet të fillojmë të krijojmë një distancë që ne të rikrijojmë atë veten tonë ideale që duam. Pra distanca është e nevojshme, nuk po themi shkëputje, por distancë që ne të marrim frymë dhe nëse më vonë e shikojmë që nuk rezonojmë me këta njerëz me versionin ton të ri, atëherë duhet të vish shkëputja. A është e vërtet që ka njerëz që quhen vampir energjie, vetëm prezenca e tyre Po. Si mund të reagohet në këto raste? Si mund të punosh me veten që të shkëputesh prej tyre? Po çfarë është një vampir? Ose të mos marrësh energjinë e tyre. Çfarë është një vampir energjie? Thjesht prezenca e tij të jep energji negative. Jo. Një vampir energjie është një njeri i pavetëdijshëm. Po. Që në një lloj mënyre në ndërgjegja e tij, ai njeri është i zhytur në probleme dhe në zymtësinë të pavetëdijshme, sepse mendja e tij vjen rreth e rrotull gjithmonë gjatë gjërave negative dhe çfarë bën ai? Ai është gjithmonë i konsumuar dhe konsumohet gjithmonë me energji. Dhe ka dy aspekte. Ai ka dy nevoja shumë të mëdha. Njëra është që ai të shkarkojë gjithë ato gjërat që ai ka akumuluar brenda vetes dhe nuk ka mënyrë tjetër për t'i shkarkuar dhe në mënyrë të pavetëdijshme ose të vetëdijshme disa. Po. Vinë dhe i shkarkojnë tek ty. Dhe e dyta, ai njeri nuk ka nga të thithë energji dhe në mënyrë të pavetëdijshme i shkon njerëzve që shikojnë që ka një lloj rrezatimi, ka një lloj energjie dhe u afrohet për të marrë pak nga kjo energji. Tani çfarë mund të bësh ti në këtë rast? Çfarë mund të bësh ti në këtë rast? E dyta i shpjegon me mënyrë të sjellshme dhe të hapur që shiko, unë e kuptoj që ti ke këtë xxx problem, por unë nuk kam nevojë sepse unë kur vi me ty, që jam me ty, të respektoj dhe dua të kaloj një moment cilësor me ty dhe dua të bëj gjëra të mira, nuk jam këtu, nuk jam kosh i plerave që ti të hedhësh çdo gjë që nuk të duhet. Okej, t'ja shpjegosh. Okej. Dhe e dyta është që ti të krijosh, të jesh i vetëdijshëm dhe të kuptosh kur këta njerëz ndodhen në këtë lloj frekuencash,
dhe të krijosh distancën e duhur, sepse është shumë e fuqishme dhe ju do ndjeni shumë të dobët pas një marrëdhënie me këtë njeri, sepse ky njeri jo vetëm që do t'ju, nëse ti kundërshton bindjet e këtij njeriu, në një kundërshtim, në një përballje, ti do dalësh i humburi. Sepse ky njeri është mësuar në atë frekuencë, dhe ti kur fillon rrezaton, ti do detyrohesh të ulesh në nivelin, në frekuencën e këtij njeriu dhe do shkarkosh gjithë atë gjën e mirë, gjithë atë punën që ke bërë me veten. Me vërtet. Na ka ndodhur të gjithëve, besoj. Na ndodh gjithmonë. Na ndodh gjithmonë, por fat të keq. Alban, sa kohë ke ti personalisht që merresh me yoga dhe si ka ndryshuar jeta jote që nga fillimi i praktikës së jogas? Flasim për këtë jetë apo për jetë kaluara? Ato e di ti. Shiko, është një mister, disa dije, tani nuk e di sa e pranojnë pjesën e jetëve të kaluara, por disa dhunti ti vjen me disa dhurata në jetën tënde, dhe me dhurata dhe me mangësi, domethënë ti vjen për të dhënë një kontribut në këtë jetë, por edhe për të marrë disa mësime nga kjo jetë. Domethënë dhe mëson dhe jep kontribut. Po, patjetër. Atëherë, unë si individ kam ardhur me disa dhurata që e kuptova pasia fillova të meditoj. Kur isha i vogël unë e kuptoja, po unë rria me orë të tëra dhe vështroja muzgun kur ere dhe mund të shikoja, mund të perceptoja atë që quhet kalimi i kohës dhe shikoja errësirën, isha aq i përqendruar sa që mund të shikoja errësirën kur binte. Okej. Domethënë, dhe ky moment më dukej shumë magjik. Mirë, po unë këtë arrita ta kuptoj që unë këtë e kisha praktikuar në jetë kaluara me punë, shumë punë me veten dhe disa dhunti të tjera që më vonë më erdhën duke zbuluar jogën. Pra nuk është rastësi që unë u futa kaq shpejt dhe kaq thellë në një praktik që nuk e kisha idenë çfarë ishte. E dyta është që praktika fillon të transformohen, ti fillon të marrësh mësime. Nuk do të thotë që ti vjen me disa dhurata, por ti vjen për të marrë dhe disa mësime gjatë rrugës. Dhe faza është që ti ke vullnetin e lirë në këtë jetë. Ti marrësh apo jo. Okej. Dhe të gjithë kemi vullnetin e lirë për të marrë ato mësime ose për të anashkaluar. Sa seancash meditimi apo joge një fillestar mund të ndjejë efektet e para? Në seancën e parë. Që në seancën e parë? Ka persona që e ndjejnë dhe janë dashuruar dhe kanë ndjerë së pari një qetësi që shumë vështirë mund ta ndjejnë në raste të tjera. Dhe domethënë aty janë bërë pjesë e këtij udhëtimi. Okej. A ka përfitime konkrete fizike dhe mendore ushtrimi i kësaj praktike? Atëherë ka të gjitha përfitimet që mund të ketë një aktivitet fizik. A mund të konsiderohet sport yoga apo jo? Në pjesën fizike po. Okej? Por nuk ndalet aty. Yoga ndihmon në sistemin muskular, jo vetëm muskulin e bën të fortë, por e bën dhe fleksibël. Domethënë e hap indet në trup. Qëllimi i jogës është që ne nuk fokusohet vetëm te trupi fizik, akoma dhe pjesa fizike. Ne kemi atë që quhet trupi jon energjik ose prana maya kosha në gjuhën sanskrite. Në gjuhën e mjekësisë kineze është trupi që dandjan quhet, edhe ne kemi ato pikat energjetike. Domethënë ne kemi brenda trupit ton, kemi një hartë, ashtu si është trupi fizik që ka damarët, ne kemi damarët energjik, ky nadis. Dhe kemi 72.000 kanale energjike që kanë hartën e vet. Okej. Dhe ne kur fillojmë bëjmë këto ushtrimet e jogës, ne nuk punojmë vetëm me trupin fizik, këto hapen këto kanale dhe energjia qarkullon. Ato akumulimet, bllokimet shkarkohen. Domethënë çdo gjë fillon qarkullon. Dhe ne shërohemi nga gjëra që ndonjëherë shkenca nuk e shpjegon dot. Dhe ne bëhemi mirë. Do të thotë kjo që sepse aty energjia ku ka ngellë është si ai uji që rrin në një vend të qelbet. Nëse ti vetë bën vetëm palestër dhe forcon muskulin, nuk e zgjidh problemin. Okej? Yoga e zgjat trupin, e hap trupin. Pastaj vijnë teknikat e frymarrjes.
Aty ku është bërë puna me hapjen e trupit, fillon energjia. Ne punojmë me pranën. Prana është energjia kozmike. Dhe ne fillojmë jogit e lashtë kanë kuptuar që nëpërmjet teknikave të frymarrjes ne mund të arrisim këtë energji dhe mund ta drejtojmë në vende specifike, aty ku duam ne ose të shërojmë ose të zgjojmë. Domethënë, çakrat janë këto pjesët, janë këto vorbullat ose transmetorët që e transmetojnë këto kanale, që i hapin, që e dërgojnë energjinë nëpër këto kanale dhe kanë funksione të ndryshme. Ne kemi 5 energji të ndryshme, 5 pranat e mëdha quhen këto, dhe secila ka funksionin e vet. Njëra është për tretjen, njëra është për eliminimin, dhe të gjitha këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Okej. Shumë interesante, po me që përmende disa prej këtyre praktikave të jogës, a ka praktika moderne që ekzistojnë dhe i plotësojnë nevoja të ndryshme të praktikuesve? Kanë lexuar diçka për Ashtanga, Yin apo jo? Ka shumë lloje. Mirë është ti praktikosh të gjitha. Përse quhen moderne apo nuk ka? Ashtanga fokusohet më shumë tek Ashtanga moderne, si Ashtanga e Patanjalit janë 8 kolonat e jogës. Po të flasim për Ashtanga janë 8 kolonat e jogës dhe nuk është aspekti fizik, është vetëm 10%. Okej? Atëherë, ka shumë lloje. Ideja është që ti mos të punosh vetëm në një nivel. Pra, ajo që unë ofroj si yoga është yoga e Patanjalit, që ka të bëj me të gjitha aspektet njerëzore. Domethënë, akoma ne praktikojmë yoga akoma dhe jashtë. Do të thotë kjo nuk do të thotë që ti duhet të jesh i disiplinuar, do të thotë që ti je i fokusuar te shqisat. Ti kur shijon ushqimin e shijon, je aty. Ti kur vallzon, je aty. Domethënë, ti lidhesh me momentin aktual. Vrojtimi, fillon një shqisat e tua. Fillon një programet e tua, programimet e tua, gjitha këto gjërat. Ka shumë lloje, por po ti marri me emra janë Yin, Hatha, Raja, Ashtanga, ka shumë. Tani kanë nxjerrë edhe të tjera që terminologjia moderne, me pak fjalë. Po, një person që vjen për herë të parë për të bërë yoga, ka një lloj prej këtyre që mund t'i sugjerosh apo jo? Me çfarë nis fillimisht ai? Me çfarë praktike? Yoga është yoga, nuk mund t'i vësh emra. Okej, nuk ka një. Edhe tani kanë nxjerrë lloj emrash për praktikat e frymarrjes, i kanë vënë emrat e vet, por kjo është pranayama, ka emrin sanskrit. Dhe ka filluar yoga, ka qenë ajo që i ka të lashta teknikat e frymarrjes, pavarësisht se tani e kanë marrë mentorët dhe i përdorin dhe për lloj mënyrash. Dhe kjo është shumë okay. Po që ideja është tip të punosh jo vetëm në fizikun, të punosh me frymarrje, të punosh me meditimin, të punosh me relaksimin. Po nuk arritet të relaksohesh. Cilat janë gabimet që bëjnë fillestarët më së shumti kur nisin yogan? Kuptojnë se kur yoga është vetëm ajo pjesa fizike ose yoga është vetëm ajo pjesa që ti bën aty kur je në klasë. Meditimi, po. Po. Por nuk është ose shumë ka shumë që shkojnë tek vipassana. Meditimi vipassana është ai meditimi budist që ti mbyll syt dhe përqendrohesh aty me zor, domthon nuk mund të flasësh për këtë lloj meditimi kur ti nuk e arritur relaksimin. Okej. Nëse ti nuk ndjen kënaqësi brenda vetes tënde, nëse ti nuk vallëzon me jetën, me energjinë, ti tani i vetë te një klasë dhe thua do meditojmë tani, do mbyllim syt dhe rrina ai tjetri se dhe ikën pastaj dhe thotë s'kuptova gjë, isha me sy mbyllur. Jo, instruktori duhet të çojë te fizika një herë, të ndjesh energjinë, të rrizësh energjinë në trupin tënd, të arrish relaksimin, të fillosh të punosh me energjinë dhe pastaj të ndjesh atë gjendjen meditative që ajo gjendja është një gjendje ekstazie, dashurie. Nuk është mbyllësh sytë të përqendrohesh. Okej, shumë interesante, po ke vënë re që është rritur interesi nga ata që duan të bëjnë yoga nga viti në vit, me që ke shumë kohë. Interesi është rritur, por ajo që njerëzit nuk kanë atë disiplinën ta çojnë kumbasin ose ta çojnë në një tjetër nivel. Domethënë,
marrin një X benefit dhe kuptojnë sikur kjo është dhe nuk e shtyjnë një çik më tutje që të kuptojnë kush është ajo magjia e vërtet. Ka shumë persona që vinë edhe kam dëgjuar nga gjërat më të çuditshme, vinë akoma edhe për të humbur peshën. Okej, peshën do ta humbasësh, po është si të marrësh të përdorësh jogën për të humbur peshën, është si të përdorësh të marrësh avionin dhe ta përdorësh për adobuz. Okej, nuk e kisha dëgjuar dhe këtë gjithsesi. Po mirë, si mund të integrojnë yoga në jetën e përditshme edhe ata që kanë një rutinë të ngarkuar, dhe flasim gjithmonë për ata që janë të angazhuar me orare të gjata në punë, angazhimet familjare. Çfarë mund të bëhet? Ky është një mit. Është një mit. Është një nga mitet më të mëdha. Që kemi krijuar në mendjen tonë. Po, që nuk kam kohë. Yoga nuk të merr kohë, yoga të jep kohë. Nëse ti e fillon ditën, na duhet ta kuptojmë këtë, Alban. Po, çështja është nëse ti e fillon ditën tënde dhe merr vendimin që unë 10 minuta para se të bëj scrolling, para se të futem te Instagrami, para se të merrem me thashë theme çka ka ndodhur, çka do ndodhi, nëse unë këto 10 minuta ja jap vetes time dhe kjo gjëja këtu është gjëja më e rëndësishme në univers, se mos ishte kjo, gjitha këto njerëzit e tjerë nuk do kishin fare rëndësi. Atëherë, këto 10 minuta nëse ti ja dedikon vetes tënde, atëherë gjithë kjo rutina jote që ai mali me gjëra që di këtë bëj, do jetë çik më i lehtë dhe do jetë më ndryshe, do jetë më bukur. Tani te një bisedë që kemi pasur para disa kohësh me Albanin, më ka folur shumë edhe për ndikimin që ka hëna tek energjia. A mund të na shpjegosh pak këtë gjë? Atëherë hëna ngre detin në ajër si nuk ndikon njeriu. Hëna ka fuqinë dhe ngre detin, batica. Ka fuqinë e tërheq detin lart. Të njëjtën gjë bën dhe me energjinë e njeriu. Ne jemi 75% ujë. Atëherë uji, pjesa e lëngësht e ne kur ka hënë të plot, ka tendencën të ngrihet, po bashkë me ujin janë dhe fluidet energjike. Atëherë, çfarë bëjmë ne tani? Jogit e kanë ditur gjithmonë që me hënën plot dhe me hënën bosh, këto janë dy polet e kundërta dhe ne mund të bëjmë punën më të madhe. Kur është hëna e plot, ne punojmë me energjinë dhe meditojmë. Dhe kemi suportin e hënës me pak fjalë. Sepse çfarë bën hëna? Nëse ti je në një X gjendje, hëna do ta shumëfishoj për 200, për 300, për shumë herë. Okay. Nëse ti je i çmendur, hëna do të bëj 10 herë më të çmendur. Nëse ti je blissful, i gëzuar, hëna do ta shumëfishoj këtë gjendje. Prandaj gjitha praktikat e mira, meditimet dhe arritjet ka pasur njerëz, Buda për shembull, Gautama Buda, që Buda nuk është emri i tij, është Siddhartha, princ Siddhartha, po Buda është gjendje që arrihet në yoga. Kjo duhet të kuptohet se njerëzit nuk e kanë idenë, dëgjojnë një Buda. Buda është gjendje. Gautama Buda arriti dhe u iluminua, jo vetëm ai, por shumë jogit të tjerë në një hënë të plot. Domethënë, sepse atëherë është energjia kulminante dhe nëpërmjet shtyllës kurrizore arrin dhe ngrihet ajo që quhet energjia primordiale e universit, që quhet Kundalini, dhe nëpërmjet shtyllës kurrizore, nëse ti ke punuar me trupin fizik, me trupin energjik, dhe hapen çakrat dhe ti evolon si qenie, edhe gjitha këto çakra ngjiten lart deri te ajna çakra këtu dhe kjo quhet syri i tretë. Dhe kur godet energjia këtu, kur energjia godet këtu, ti zgjohesh, del nga gjumi i matriksit dhe bashkohesh me një ishin lart. Okej. Bëhesh domethënë i iluminuar ose i zgjuar, thjesht një njeri që janë hapur syt. Unë jam duke bërë një intervistë me Albanin dhe më ka futur në gjendje që ta di. Alban, ke udhëtuar shumë. Po, patjetër. A mund të na thuash se cilët janë ato vende që je ndjer shumë mirë me ata që a ke një idhull një herë sa i përket jogas? Si? A kam një idhull? Një idhull, po. Idhujt janë shumë. Për mua një nga cili është ai vend që ke vizituar dhe që idealizon yoga në një farë mënyrë? Shiko, India është djepi i jogës, sepse India arriti ta ruaj jogën nga lashtësia. Yoga ka qenë në gjithë botën në qytetrimet e lashta. Por India arriti për shkak të rafshnaldit të Himalajave
edhe për shkak të terrenit të tillë edhe për shkak të sistemit që ka pasur guru dishepull, yoga është transmetuar në mënyrë energjetike nga dishepulli nga mjeshtrit e dishepullit. Kur ne, sepse duhet kuptojmë pak edhe nga astrologjia dhe nga kozmologjia. Ne jemi në kozmosin ton, përjetojmë epoka të ndryshme planeti jon. Dhe ne kemi qenë një epokë të ndritur dikur dhe yoga nuk ka qenë diçka e panjohur. Domethënë, emri është yoga, mund ta quajmë një mirëqenie, një ngjitje shpirtërore, njerëzit kanë qenë me vetdije të lartë. Ne kemi qenë me vetdije të lartë dikur dhe pastaj jemi futur në yuga, quhen këto Kali Yuga, u futëm në epokën e errësirës, njerëzia u fut në epokën e ignorancës dhe aty dia humbi. Po të shohim lashtësia është më e përparuar se mesjeta. Mesjeta është fundi kazanit, aty ku ignoranca e njeriut ka arritur maksimumin. Dhe fillon gradualisht nga mesjeta, kemi epokën e revolucionit, pastaj kemi epokën e artistëve italianë që fillojnë këto rilindja italiane. Domethënë, gjitha këto epokat në vende të ndryshme tregojnë se aty dia fillon të ngrihet përsëri. Sidomos ignoranca fetare në mesjet është e papar. Dhe ka filiza akoma që vazhdojnë, po që është në ikje. Shikoni ç'a bëhet me Iranin, njerëzit duan mendim i lirë, pse duhet ti të jesh autoritet, pse duhet të autorizosh dhe ti të dish jesh autoriteti i vërtetës, e vërteta nuk është autoritet. Domethënë nuk mund të autorizohet. Me pak fjalë, ne përjetojmë epoka të ndryshme, edhe dia është brenda nesh, është gjithmonë aty. Nuk është diku jashtë, as në tempuj, as në kisha, as në xhamia, është vetë te ne. Për mua idhull, një nga jogit më të mëdhenj është Jezusi. Jezusi erdhi të tregoi mënyrën, Jezusi, Krishna, Shiva këta kanë qenë avatar të vjetër nga India. Por unë do ndalem te Jezusi. Jezusi erdhi dhe tha: mbretëria e qiejve është brenda jush. Me një fjalë ai ka rrëzuar çdo institucion fetar. Me një fjalë. Mbretëria e qiejve është brenda jush. Dhe pastaj erdhi dhe tha: unë dhe Ati jemi një. Ç'a do të thotë tu? Që njeriu me mish dhe me kocka është Zot. Pra ai ishte bërë njeri Zot, ishte një njeri iluminuar dhe ishte bërë një me bërthamën universale. Me këto dy fjalë mua një njeri që është i zgjuar arrin ta perceptoj, të kuptoj çfarë do të thotë. Okej, tani Alban, do të shkojmë tek disa pyetje të shkurtra që mund të përgjigjesh shkurt për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe ndoshta sa më qartë për ti bërë sa më të lehtë përgjigjet. A mund të sjell yoga në të tashmen? Puna e jogës ajo është. Okej. Sa minuta në ditë janë të mjaftueshme për të ndjerë paqen e brendshme? Është një pyetje sa minuta varet se sa intensivisht ti je i përfshirë në këto minuta. Okej. Nëse ti investohesh sikur 5 minuta, ato 5 minuta në këtë 24 orarshin do të japin atë shijen e vet, esencën e vet. Yoga është më shumë ushqim për trupin apo për mendjen? Yoga nuk e ndan mendjen nga trupi. E shikon njeriu si një qenie holistike. Okej. Sa minuta yoga në ditë duhen realisht për të ulur ankthin? Për të ulur ankthin, unë sugjeroj të bëni në mëngjes disa teknika frymarrje. Mund të bëni një mandër, diçka që ju pëlqen, një fjalë ta përsërisni. Ajo fjala çfarë bën? I jep mendjes një lojë, një banane. Mendja në yoga quhet majmun, sepse është diçka që hidhet nga një pemë në pemën tjetër, është natyrë e mendjes. Jogit e kanë kuptuar që kjo gjëja nuk është gjëja më e lartë. Dhe intelektin e kanë quajtur majmun, por mendja ka nivele të tjera më të larta. Atëherë kjo mendja majmun, ne duhet t'i japim një diçka të merret, që mos të na fusin në gjëra që nuk na pëlqejnë. Atëherë ne i japim një banane, i japim një mandër. Dhe ajo fillon përsërit të mandrën. Duke përsëritur mandrën, si e thon dhe një fjalë urtë arabe që mendja ka një vrim, dhe ajo vrima nuk mund të futet vetëm një gjë, vetëm një deve, domethënë është një diçka që nuk mund të kalojë gjë tjetër, dhe nëse ne përqendrohemi te mandra, mendja nuk mund të ketë ankt. Dhe gradualisht ne shkëputemi nga gjendja e anktit.
A mund të praktikosh yoga edhe në zyrë në mes të orërave të punës? Edhe tani po praktikojmë yoga. Po e ndjej. Okej. Një lëvizje që ul stresin me një herë. Një lëvizje që ul stresin me një herë. Atëherë është teknika e energjisë psikologjike me frymarrjet e zjarrit. Atëherë, nëse unë bëj, çoj duar tu dhe filloj të marr 25 frymarrje të thella, Okej. dhe mbaj frymën. Qëndroj, stop, çdo gjë ndalon. Ajo energjia që është e shpërqendruar te mendja, fillon merr formë Okej. dhe shpërbëhet. E dyta, duke goditur, duke menduar atë gjendjen dhe fillojmë godasim në disa pika në trupin ton, ne shpërbëjmë strukturën energjetike, duke e shpërbër atë dhe duke mos i dhënë fuqinë që ajo të kanalizohet në ankth, në stres apo në smundje. Dhe kjo është një magji shumë e thjeshtë që njerëzit mund të bëhen doktor të vetes. Je në gjendje ankthi, frymarrje, godit dhe pastaj me afirmime pozitive. Okej, super. Për gjithë ju që jeni duke na ndjekur. 5 minuta. 5 minuta. A mund t'i lehtësoj yoga dhimbjet kronike? Patjetër. Jo vetëm ti lehtësoj, po edhe ti shëroj. Ti shëroj? Po. Ka pasur raste? Shumë, gjithmonë. Gjithmonë, por është dhe mënyra e jetesës. Ne duhet kuptojmë që trupi, çalojmë të gjithë. po, ne duhet kuptojmë që trupi im me trupi tënd ka një ndryshim. Yoga është e lidhur me Ayurvedën. Ayurveda është mjekësia e lashtë që e ndan individin ka 3 kategori trupash. Është individi kapha që ka elementin ajër, domethënë superon elementi i ajrit dhe është një tip i lëvizshëm. Ai duhet të hajë ushqime të tjera, të bëjë gjëra të tjera, nuk ka nevojë pra shumë aktivitet fizik. Është elementi i dytë që mbizotron, që është pita, elementi i zjarrit. Ai njeri ka shumë energji. Ai duhet të gjejë të kanalizohet, atij i intereson të përqendrohet. Nëse është i përqendruar, ai mund të arrijë gjëra të jashtëzakonshme. Unë për shembull jam dhe mua mbizotron elementi i zjarrit. Okej. Pastaj kemi elementin kapa që është elementi i tokës. Të gjithë këto i kanë të treja këto elementët, por mbizotron një element. Tani ky element i kapa, ky ka më shumë nevojë për aktivitet fizik. Ky nuk sëmuret lehtë sepse ka stabilitet, ka forcë fizike dhe është një trup më i lidhur. Okej? Por çfarë bëhet ky? Në ky vuan më shumë me këtë botën tonë moderne, me këto lloj ushqimesh të përpunuara dhe po të shikosh njerëzit që janë obez, shumica e njerëzve janë këtë lloj tipi, se nuk dinë atë energjinë si ta kanalizojnë. Dhe detyrohen e krijojnë stres dhe krijojnë shtresa pastaj dhe mbushen dhe është për të ardhur keq, shikon njerëz me kaq potencial. Tani, me aq sa kuptova nga kjo bisedë me mua, a jam një fillestare e denjë e seancave të jogës apo jo? Besoj se je shumë receptive dhe besoj se e ke perceptuar energjinë që është krijuar këtu sot. Okej, faleminderit. Alban, të falenderoj shumë që ishe me mua në studio. Besoj ke angazhime me njerëz apo të mbarosh këtë intervistë. Sot kemi hapje në një ambient të ri në Tiranë. Dhe mirpresim të vinë kush ka dëshirë me një mesazh të rezervoj vendin në orën 6 aty pranë RTVSH-s, te komiteti. Do bëjmë hapjen, kështu që kemi aktivitete shumë të mira sot. Okej, si mund t'ju gjejnë, si mund t'ju kontaktojnë, keni një faqe në Instagram? Nëpërmjet Instagramit, Yoga Nataraja Pikal. Okej. Të falenderoj shumë që ishe në studio, të uroj shumë suksese dhe punë të mbarë dhe ushqefsh sa më shumë energji pozitive tek ata që të takojnë. Okej, do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.